Mblodhëm shumë patlıgjane në baça, kështu që vendosëm t'i bëjmë turshi, pasi I preferoj shumë unë edhe djali. Dhe këto janë hapat, në fillim I presim në atë mënyrë pra patlıgjanet, të ziejnë pak dhe I mbushim me karota, speca dhe hudhra. Në fakt nuk I bëj unë këto, unë mbaj kamerën, pasi I bën burri, si guzhinjer që është edhe që ja ka anën. Pra I mbush me speca, karota, hudhra, I lidh dhe I vendos në kohë kur do të qëndrojnë 2 javë të mbyllura. Ndërkohë unë këtu dua t'ju tregoj për super promot e këtij muaji, që janë 2 suplemente që ndihmojnë për fryrjen, tretjen dhe konstipacionin, siç është Olivox, produkti jon bestseller, ku merr 5 shishe dhe të 6-ën falas, si dhe aloe incinta, të cilën blen 3 dhe merr 4. Ndryshimi I aloes me Olivoxin është se aloe ndihmon dhe për pastrimin e organizmit. Është ideal dhe për personat që vuajnë nga tiroidja, uçel, gastrit, dhe këtë periudhë e kam nisur dhe unë aloen, pasi më para kam marrë Olivoxin që më ka ndihmuar shumë dhe e shoh që më ndihmon shumë edhe aloe. Tash më është pjesë e rutinës time, ku mund të më ndiqni në story, por vjetja ime është këtu. Ju do e lini të humbasi këtë super oferta, apo do zgjidhni suplementin e preferencës sipas nevojave tuaja. Për ta përfituar ofertën, komentoj info dhe unë të informoj se